Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Tani dua pak të ndaloj tek dyshja Sara dhe Ledion, të cilët në fakt janë shumë të kërkueshëm nga publiku dhe janë shumë të komentuar. Të gjithë duan të dinë për jetën e tyre, të gjithë duan të dinë për privatësinë e tyre. Shumë më kanë pyetur Tiron pse nuk kemi një përditshmëri të Sarës dhe Ledionit, nuk kemi shtëpinë e tyre, nuk kemi ambientin e tyre, nuk kemi përditshmërinë e tyre, kemi shumë pak nga jeta e tyre private. Pse Sara dhe Ledioni kanë përzgjedhur të kenë pikërisht të statusin dhe nuk nxjerrin gjëra që duhet t'i nxjerrin. Tani, Sara dhe Ledioni janë një çift që në pamje të parë duken sikur nuk kanë marrëdhënie me njëri tjetrin, domethënë, sepse ne jemi mësuar që çiftet i shohim krejtësisht ndryshe. Por në thelb, historia e tyre e dashurisë na ka mësuar që ato janë një çift vërtet pozitiv. Janë një çift që dashurinë e kanë brenda vetes së tyre. Nuk e kanë dashurinë për botën, nuk e kanë dashurinë për të tjerët. Do të thënë, nuk janë personazhe publik që shfrytëzojnë gjithçka për klikime sepse atyre nuk ju duhen klikimet. Ato i marrin klikimet prej të tjerëve. Janë prodhim klikimesh, do të thënë ato bëjnë një diçka që të tjerët e marrin atë gjën dhe e përfolin shumë dhe ato krijojnë klikime. Do të thënë nuk janë në atë stadin që duhet të bëjnë lëvizje për famë. Duan, s'duan, famën e kanë arritur, por do të thënë lëvizjet e tyre nuk janë për famë. Ledioni dhe Sara nuk janë personazhe publik që duhet të bëjnë një skandal që të mbjetojnë sa më gjatë në skenë me skandalin e tyre. Raporti dhe marrëdhënia, nga informacione që kam unë, është shumë korrekte. Ledioni dhe Sara po përgatisin plane për të zhvillimin e televizionit Top Channel, sepse Sara dhe Lori kanë një peshë shumë të madhe në rrugtimin e këtij televizioni, në të gjitha ato emisione që ne i shohim, domethënë janë prodhim dhe produkt i Sara Hoxhës. Dhe për të sjellë të gjithë këtë mirësinë e bukur, Ledioni dhe Sara mundohen që të ndajnë të gjithë energjinë e tyre. Megjithatë që edhe tek çifti ka pushime, megjithatë që edhe tek çifti ka udhtime, megjithatë që edhe tek çifti ka jetë, por Ledioni dhe Sara kanë vendosur që privatësinë e tyre të mos ta ndajnë me publikun, por ta kenë për vete. Me thënë ta mbajnë për vete dhe kjo në fakt është gjëja më e bukur që e shijon këtë marrëdhënie dhe e jeton këtë marrëdhënie. Unë uroj me zemër që gjërat gjithmonë t'ju shkojnë kështu, uroj me shpirt që gjërat gjithmonë të shkojnë kështu dhe çifti të jetë në stadin më të lartë të famës së tyre.